Një takim feste i organizuar në apartamentin që viktima e kishte në ruajtje është ndëruar në tragjedi. Vrasja është zbardhur shpejt nga policia pas dorëzimit të autorit të dyshuar. Një prej të njohurve që mbrëmjen e kaluar ka qenë në apartament kur her pas here viktima fitonte miq dhe konsumonin pije lëndë narkotike. Dyshohet se nën efektin e narkotikëve autori i dyshuar, një i ri rreth moshës 24 vjeçare, ka nisur të godasë viktimën fizikisht dhe më pas me thik. Autori sipas burimeve nga grupi jetimor nuk njihet si person problematik. Policia njofton se nga ekspertiza paraprake mjekoligjore e kryer nga grupi jetimor në drejtimin e prokurorisë ka rezultuar se në trupin e 51 vjeçarit kishte shenja dhune dhe plagë të shkaktuara me mjet prerës thik, si pasojë të cilave dyshohet se ky shtetas ka humbur jetën. Policia ka shoqëruar mbi 10 persona lidhur me ngjarjen. Mes shoqëruarve dyshohet se është edhe autori i vrasjes, i cili sipas burimeve nuk është familjar i viktimës. Në banesën në katin e 4 të pallatit, policia ka mbledhur gjurmët e gishtrinjve, ndërsa janë analizuar edhe kamerat e sigurisë për të shkuar drejt autorit. Viktima jetonte në banesë me bashkëshorten dhe djalin e tij, ndërsa punonte si kamarier në qytetin e Durrësit. Gjatë ditës së dieshme, gruaja e viktimës i ka rënë disa herë telefonit të 51 vjeçarit, por ai nuk i është përgjigjur. Më pas ka qenë nipi i Velbon alias Marko Beshirajt, i cili ka shkuar në apartament dhe ka gjetur të pajetë rreth orës 19:30.